mëngjes të bukur, mirë se keni ardhur sërish në Fantastic Albania. Sot nuk ndodhem as në qytet, as në fshat, por në një ishull. Në cilin ishull do thoni ju? Në ishull Lezhë, aty ku deti takohet me lumin dhe formohen laguna magnitëse. Këtu ku natyra është e egër, po valla do jenë dhe njerëzit të tillë, do e mësojmë pas pak. Kush më solli mua deri në këtë vend të largët, do thoni ju, automobil Moçkën, të cilën e falenderojmë dhe jemi gati tani të nisim aventurën. Ja pra dhe unë e gjeta një kull për të vrojtuar gjithë këtë panoramë fantastike, e cila duket se kur është kapur nga një dokumentar ndërkombëtar, por në fakt jemi në Shqipëri. Dhe si që thash, ndodhem në deltën mes lumit Drin dhe detit Adriatik. Dhe falë kësaj delte janë krijuar shumë laguna dhe ishuj të vegjël, prandaj dhe është emri ishull Lezhë. Këtu thuhet që ka rreth 200 lloj zoq, që nga flamingot, edhe pse unë nuk po shoh gjë këtu vërdall. Po jam kurioz, a ka më shumë zoq se banor vall apo jo? Këtë do ta zbulojmë tani, kështu që ejani. Ju zonjë, e keni shtëpinë në mes të pyllit? Po, në mes për te, që. A ka shtëpi të tjera apo është vetëm e juaja? Jo, shtëpi të rreft janë. Po, a keni komshi të tjera aty? Po. Vinë dhe ato e rregullojnë shtëpinë apo i kanë shtëpi praktisura? Jo, si kanë praktisme ata i kanë. I mbajnë, ë? Po, janë mbajnë. Janë 12 shtëpi. Po, për zotin, po. Tani e jani me mua të shkojmë në këtë shteg i cili duket shumë i vjetër, uroj mos të bie mbi ujë, por jemi gati për zbuluar shtëpitë në ujë, të cilat janë më të veçantat. Kush janë njerëzit që jetojnë aty? A është Arieli poshtë në ujë që jeton aty bashkë me atë gaforrin që s'po më kujtohet tani emri? Shkojmë e zbulojmë. Unë them t'i fus shelmin. Ja dolëm, jani. Kujdes mos bini. E shikoni atë shtëpiz atje? A është vallë shtëpiza e atij çifti që takuam më parë? Apo banon babai i Arielit? Shkojmë e zbulojmë. Për pak, qinset vjetra. Nuk duken si masa e Arielit, me thënë drejtën, ajo ka qenë 32 duket. Si këto karriget. Si këto karriget e albumit të Bedbanit. A ju kujtohet që gjithë, nuk e di, në ka familje shqiptare që nuk ka pas si këto karrige në oborrin e tyre. Hajde shife. Ka ca krevatet vjetër si spital. What the heck, man? I shef? E frikshme. Me sa duket ka njerëz që edhe të mashtrojnë. Asnjë shtëpi nuk ka, vetëm shtëpia e Arielit ishte e braktisur në fillim dhe shtëpia këtu që ishte vetëm një qenë që lite. Këtej si që shikoni nuk ka asnjë tull jo më shtëpi. Shkojmë, kthehemi pas. Por pas ka qenë kjo? Si e? Mirë se të gjeta. Si quhesh ti? Selman, mirë se të gjeta. Ku do rrim? Do hym mëna. Si doni ju? Hajde, po na ftojmë brenda. Po, sa fëmijë keti? 4 goca kam. 4 vajza! Kush ka vajza, botën ka. 5, jo 4. 5? Edhe gruan! Ke dashit gjallë ti m'duket. Po, si zonë veriore si jena. Po me gruan si shkon? Për qa ziheni më shpesh? Për me bë me hangër. Pse nuk bën? Apo kërkon shumë gjëra ti, kenaze. Gjëra. Tani mua më dukeni që jeni të lumtur me këtë jetën tuaj këtu. Të thjesht, po jeni të lumtur. Po tjetër. As, mëna mosive që këna, jena mirë. Jena, nuk jena këtë. Po ne të rinë që nuk mësohemi, nuk naqemi me... Ju të rinë që keni pak ma... Ne duam jetë nate, këtu ka jetë nate? Ate s'ka jetë nate këtu. Vetëm jetë mëngjesi. Qa ore zjoni mëngjesi për shembull? Po, 6, 7, Po 6 është herët. Ku herët, ma? 7. 7 është herët në një qytet ngrimin në 10. Tani me komshinë si shkoni? Shqyqyshëm.
Mirë? Shumë mirë. A kërkojnë farkosi ato, vinë? Morë kërkojnë farkosi, çdo gjë që Çdo gjë? shkoj e marr atje në shtëpinë tyre. Zotëri si jeni, a do na mirëprisni në shtëpi? Jo. Pse? Vazhdoni punën tuaj, thot zotëria, sepse po e lag. Kështu që do vazhdojmë. Dëgjova disa prej banorëve të cilët më sugjeruan të vija tek hoteli Gjuetis. Më thanë, është fantastik. Nuk e bestova në fillim, por do t'i që paska super ambient e ja ta eksplorojmë së bashku. Gaz, gaz! Ua, park është ajo? Ua, po do të hypi pa tjetër unë. Paska dhe lopata. O, bo, po mund të rëzohem këtu. Kapitan, le të nisemi. Pas asaj xhiros në varg dhe trullosjes, tani ka ardhur koha për të ngrënë dhe këtu jam me Klidin pastiqerin, i cili do më mësoj të gatuaj. Të bëjmë një ëmbëlsirë. A i diti që në çdo episod të Fatostik unë kam gatuar, po asnjëherë ëmbëlsirë, po kam dëgjuar që është më e vështira. Si ka mundësi? E vërtet, është pak e vështirë, do afrohemi te ky këndi i mbushur. Sa ke përgatit për mua? Me plot ëmbëlsira, fatos, zgjill, çfarë do të Po ti pas ke bërë, more. Jo, do përgatisim cheesecake-un së bashku, që cheesecake. Unë them ta quajmë fat cheese. fat cheese. Pra fatos. Okej. Cheese. Bravo. Klidi, a nisim tani? Do fillojmë. Fillojmë. Po. Do marrim një sagaposh, Qa është kjo, more? sagaposh, një qese pastiqerie. Gjithmonë kam dash ta bëj këtë. Ta bëj dhuratun një nga kjo. Hajde. Do e mbushim këtë me kremin e djathit. Prit, nuk e mbush ti, e mbush unë. Okej, shumë mirë. Vendoson këto. Kemi. Vazhdo me pjesën e crumble-it me gjalpin. Do hedh këtu? Tuk tek gota. Sa të hedh? Idhi. Edhe i lug. Si keni kërnat? Edhe pak. Mjafton. Vendose pak shtype. Bravo, shiko, dike. Për të shtypur. Tani? Mbas pjesës e biskotës do vendosim shtrydh, ë? kremin. Vendose. Të mësoj një teknikën e? Sagaposhi gjithmonë bëhet me dorën e djathtë dhe me ndimin e dorës së majt vendosim shtrydhjen. Pra kështu? Po, Po dora ma që bën? e shtrydh kështu. Ja. Shtrydhe? E si ta shpërndaj tani? Fort, trumbullak. Boll. Kaq? Kaq. Okej. Ja, A ke bërë ndonjëherë një ëmbëlsirë që nuk të ka dalë siç ke dash ti ose atyre që ju a ke dhënë ka thënë qa është kjo? Shumë nga fillimet e tua se në i gjë fani që mund nga Është e tregosh? vërtet. Kur unë bëj ëmbëlsirat, do të jem shumë i qetë dhe të shumë në humor. Nëse unë nuk jam në humor, dita ime më shkon mbrapsht dhe asnjë gjë nuk më del mirë. Ti më dukesh dhe shumë sweet, shumë i ëmbël vetë si personazh. Thank you. Mos ndoshta prandaj dhe ëmbëlsirat dalin nga të mira? Besoj se po. Sekreti. Sekreti. Edhe në fund është dashuri. Duhet ta ndjeni këtë aromë nga ekrani, do thoshte Rudina Magjistari, por Ne do e ndjem nga hoteli Gjuetis. Jepi edhe pak. Okej, super. e ke qarë. Në kushte shtëpie. Po. E papar. Tani ngelet për të provuar. Edhe me qik akull në aj. Si është? Fantastike. Ja. Unë s'pari pëlqen ëmbëlsirat para vaktit kryesor, por kjo që ka fantastike. Klidi, shumë faleminderit që më Faleminderit mësove juve. të bëj një fat cheesecake. Bravo. Unë të uroj sa më shumë suksese dhe Faleminderit edhe jam i juve. sigur që do shkosh lart e më lart sepse e ndjej që ti e dëshiron vërtet këtë gjë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. 2 hours later. Besoj e kuptoni që kisha kopa ngrënë dhe tani që ngopa
stomakun, do ju ngop dhe ju me disa materiale fantastike, sepse ne vizituam ishullin Lezhë, por tani do shkojmë në Lezhë, në qytet, sepse aty ka shumë gjëra për të parë, një ndërto dhe kalaja, që shkojmë dhe e shohim me sytë tanë, ndërkohë gëzuar. Pas meje ndodhet një nga vendet më të rëndësishme të historisë shqiptare, vari i Gjergj Kastriot Skënderbeut, i cili u varros pikërisht këtu në Lezhë në 1468. Thuhet se eshtrat e tij u hapën gjatë perandorisë osmane sepse ushtarët mendonin që këto eshtra do i sillnin atyre fat. E kujtja merr mendja që pas kaq shumë vitesh, pas qindra vitesh, ende kujtohet sot historia dhe lavdia e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Dhe tani jam në kalan e Lezhës, në këtë kala e cila ka kaluar Ilir, Osman, Romak dhe shumë luftra dhe kam mbijetuar pas kaq shumë vitesh. Kjo kala në fakt nuk është thjesht një grumbull muresh të vjetra, por është një pikë vrojtimi nga ku mund të shohësh të gjithë Lezhën, detin, kodrat dhe të gjithë shtëpizat. Arritëm më në fund në Fisht. Nëse e mbani mend, në episodin e parë të Përmetit, unë e nisa me një breshk. Dhe sot kam një lajm të mirë. Breshka ime ka pjellur një breshkës të vogël. Dhe siç e do tradita, në Fatostik unë po e lë këtu në Fisht që kjo të gjej shoqet e veta dhe të shtojmë sa më shumë breshkat në Shqipëri. Mbroni breshkat. Shko zemra ime vogël, lundroj qet në barin e njëm. Ndërkohë, mbrapa meje ndodhet rezervuari i Fishtës, i cili është fantastik dhe ka një pamje përrallore, kështu që e jani dhe ta shijojmë së bashku. Por si kanga zogut verës, që vallëzon blerim të prillit, por si jamli fladi erës, që lëmon gjitë e drandofilit, por si vala e bregu detit, por si gjama e rfes gjetare, por si ushtima e një tërmeti, njashtua gjua jon shqiptare. E nisa me këtë poezi të tij sepse jam pikërisht në vendlindjen e Gjergj Fishtës, në këtë vend i cili është kthyer në një atraksion turistik ku vizitohet nga mira e mira turist. Jam pikërisht në fshatin Fisht dhe tashmë jam shumë kurioz të pyes të gjithë banorët e zonës. Çfarë mendojnë ato për Gjergj Fishtën, si jetojnë, me çfarë merren këtej. Kështu që e jani të shkojmë së bashku. Hajde më Sonjar. Ha, Timonia me kom. Timoni me kom. Timoni me kam! Hajde rri me mua. Me kam timoni, si? Interesante. Timoni me kam. Fantastike! Me këtë mund të rrish në telefon. Ja, rrinë telefon kësu. Ja me ja. Shot dy lopë edhe dy njerëz. Njëri nga lopët në qa me Kostianin, po nuk jam i sigur, te ja ta zvëllojmë. Lopa, lopa, mu, hajde ti te kunë. Shë, kjo këtu që ka all black, kujdes se po afrohet. Lopa!
Lopët si kanë emrat? Që, Lara, Lara? edhe kjo është, Lara ka të dy u thojmë nëse. Lara 1, Lara 2. Na morrin vesh po. E kuptoj, Lara parë, Lara... Kush është më vjetra nga këta? Ajo është më vjetra. Ajo, duket ajo është pak si naçare, mu çu mua, mu Jo, sul. është lopë e racët tamam, po e kena mojë që është e mirë. Lopët sa aurikullati këtu? Për ditë këtu del? Na këto i gjerën bes sa më në ndjell. Oh, Banjo banjo dielli lopët. Ja, më mërën, jonët këtë, Pra, i nxjerr thjesht për për më në ndjell. vitamin D. Marrin vitaminët e vetë, Pa. se kanë nevojë. Ndikon këtë qumshi. Po, një kanë këtë qumshte, një kanë edhe këtë baktia vetë. Tani unë dua që ti të më mësosh mua si të shkoj afër një lope pa më ngrën lopa. Lopa s'ka si të ngën. Po pa mu vërsulur. A i afrojnë miqt këto? I afrojnë lushnjarët këtej në fisht? Ja. Jo! Jo. Si jo, more? Lara po afrohet. Pas kjo është ashtë, kjo është e bekume. Jo, mua më kap ajo. Jo, me të stapa jo, po. Kape ti që ta kap unë. Jo, po që. Lara! Hajde. Lara! Lara is crazy! Po ta fut me shelma ajo më Jo, duket. më stelë më zhu lopa. Ha? Lopa lë zhu stelë më Çfarë, ka snjef ty për mi. Ashe, mu më vrejnë nga, s'ka dushën. Ato klikime jepi foto. Nuk thot gjën rre pa marak, s'thot gjën, ashe, asi gjën. Shoj ti xhatin. Jo, mos të Jo, ik se ashtë, po me kënë zgjidhën e ma mirë. A ma mirë me kënë. Xhaxhi. Lopa Lara, Lara. Sa e mirë. U zbut, po këto baluket kështu ja lini kësaj gjithmonë? Po. Se keni prerë ndonjëherë? Kjo ti të kallëzën i tesh ty është fikse Sa vjeç është kjo? 13 vjeqe. 13 vjeç që kanë adoleshent, Lara, prandaj është pak 13 sigur vjeçe. si kapriçoze. Okej, ta lëshojmë tani të iki. Ajo është e re. Ik Lara, have fun girl. Ua, këto janë ato lulet e famshme që i përdorin gocat në TikTok. Këto që janë emoji, që vjen në kokë. Sa të bukura që A ka. di si banë të di? Ala se ka kapë se kanë kënë në Ata hi, kusni? putër sa të dush. Ja, prit. Oba. Shef, a ju kujton diçka? Është fiksa i filtri Snapchatit. Unë e kam në jetë reale, e kupton? Po unë i xhelos po deshët. Gëzuar. Gëzuar, mirë se të gjeta. Nëse ertë. Kjo është raki rushi. Po. Ta provojmë? A me bo për u vrap? A keni vipa ju këtej? Ja. Po unë e di Të një. njës qetë këtë. Gjergj Fishta. A, ashtë po? Unë thash vip të në qitër zona. Për të kënë ka keni mau. Unë se kam, baba eme ka njoftë këtë mirë. E ka një baba juaj? po. Çfarë thoshte për të? Ka ndaj këtë mirë, kanë kalu këtë mirë, sa i ka kenë prift për para. Pa. Ashtë poet i ka të në zonët. Gjitha i ka. Tani ne jetojmë në epokën e rrjeteve sociale. A mendon që po ti jetonte sot Gjergj Fishta doja kalonte me followers në Instagram dhe Noizit? Me kohën në sëq më ndoshtë. Do kishte shumë. Do t'ishte ma mirë. Për shembull, Moza Ahmeti u fut në ferm dhe ajo shkrimtare, për shembull po të futej edhe Gjergj Fishta, mendon që do kishte sukses, do e donin shqiptarët? Unë thëmë se do t'a kishin dash ma shumë. Ma shumë, Ma ë? shumë. A quhet kjo një koktejl nëse unë thjesht i vë këtë lulen si për kështu, shifa? Arbeni më solli vezë, këto janë vezë pule apo jo? Pule, po. A janë bio? Bio. Çfarë i hedh ti pulave? Po. Çfarë i hedh? Bar, vetëm bar apo i hedh? Misër, bar. Misër. Ta provojmë një vezë që ka nxehtë kjo. Po të zedë, djete po. E shikoni këto të verdh? Kjo nuk kupton dashuri dhe fshat. Unë po shoqëroj edhe pak me domate dhe kastravec. Arben, unë të falenderoj shumë që më mirëprite dhe gëzuar. Zuar. Sa po gjeta një lëndin me Dele dhe jam gati për herë të parë të intervistoj Dele në jetën time. Ejani me mua. Ejani be shpirtësia. No one gives a shit. No one gives a shit about me. Be.
Këto nuk vinin mas meje, kujtuan se do ma hidni, po unë kam këtu kopën magjike dhe tani të vi mbas meje kush mendon që unë jam më i miri ever. Hajdeni! Të vi mbas meje kush mendon që unë jam superstar! Me mua në qofë se jeni fatosatorsa. Ani me mua në qofë se Fantastical Benja është emisioni më i bukur. Çfarë mendon? Shikoni se si gjithë këto dele menduan që unë jam një superstar. E kupton kur e ke të shkruar në ball edhe delet e din. Me qa do? Qa do me baby vogël? Kush? Pa prit mi me sa fut noçken mi dreq, prit. Kush mendoni ju që është më e bukura mes jush? Të paktën ti nuk je. Si? U paktën unë s'jam? Zemra ti t'hyp ke sipër. Tani më thoni pak, si dhe sa herë e ruani leshin në vit? Unë se rruj fare. Shpirtha e pas ke leshin ti. Kur e ke rrujt për herë të fundit mi? Në fakt, unë kam 2 vite pa e rrujt, me thënë drejtën. 2 vite? Po si ka mundësi kjo ka 2 vite pa e rrujt? Ekstrem. Shumë faleminderit që më mirëprit e Lin. Gëzuar mirë se erdhet. Shoh që ma ke mbushur truezën plot. Këto janë lule shtrydhe dhe duken shumë natyrale, bio apo ja? Të në bio, prodhim nga kopshti jon. Nuk kanë asnjë lloj kimikate, unë më tepër them ti bëj edhe pak, po ama për të ushqyer për vete dhe shumë. Pak para se të nisnim, më the që ishe arsimtar dhe kishe qenë dhe drejtori i shkollës apo jo? Po. Si ka qenë të punosh? 35 vjet kam punuar në arsim. Gjatë gjithë atyre viteve që ke qenë drejtor shkolle dhe mësues, na tregon një histori që ka ndodhur me ndonjë nxënës të prapt ose diçka që Po, do të një histori për të qeshur. Po. Ai dëmtojsh ambientet e shkollës. Ambientin derën e shkollës dhe derën e klasës, një presion për ta përjashtuar pavarësisht se në dispozitën normative nuk e kishim përjashtim, po e kishim paralajmërim për ta përjashtuar. Unë u mora i thirra prindrit, në fund, a i ka rrit, jo vetëm të marrë klasën e nënë, por kudo që ndodhe na respekton, sot edhe falë të punës që kemi bën me te. Ky është një shembull shumë i mirë që ju jepni që shpeshherë ndëshkimi nuk është zgjidhja, por është biseda dhe komunikimi. Unë në 19 vjet e gjys edhe 35 vjet, unë nuk kam ndëshkuar si nxënës. Kërkoja vetëm të binda, krijoje bindje me nxënët, kam humbur shumë orë. Shumë këti nxënësit që po tregoj që ashtu, pasi mbaroi mësimi, i vajta në shtëpi, më tha, mos hajde drejtor, tha se do e kishte shtëpinë në gjysmë malit. Mos hajde drejtor, tha se do të lëshoj qenin. S'prish puni, them, do lëshoj qenin, mora mësuesen kujdestare, jemi nis 2 orë udhëtim kam, i kemi shkuar në shtëpi, thash ti do bësh këtë gjest. Kishte se përpara kishte edhe 2 motra të tjera, i thash ti motra do pjekin kafen, do përgatitin kafen, vendos edhe një tekë raki aty, edhe ti do ta sjellësh këtu. Jo vetëm që nuk na kshoi qenin, por na dha dorën si malsor që ishte dhe na përqafoi, ne priti shumë mirë dhe prindi, mamaja ati na priti shumë mirë dhe nga ajo ditë ai ndroi rrugë. Por pa ikur do luajmë me Rubinin, i cili është nipi 6 vjeçar i Linit. Ky është i preferuar yt? Ky është i preferuar, kam edhe mbesën, po ajo më shumë lexon libra, është i pasionuar mas lexim, po Rubini është i pasionuar mas futbollit dhe ka qef, ka pasion të ngjajë Cristiano Ronaldos. Po, ky do bëhet një Cristiano Ronaldo i ardhshëm, po me një biemër tjetër, Cristiano Ronaldo Shtefni. Okej, do e testojmë tani, hajde, do më bëj mua gol dot apo jo. Hajde, po hy unë te port.
Pasi humba 2-0 kundrejt Turbinit, duhet të shplodhem pak këtu. Oj, si ulem unë këtu? Një moj e gjagjin ti. Pop. Një moj e gjajgjin të rregullot. Pse qesh, ore? Nuk e din. E bëri ka stile këtë duket. Një moj e gjajgjin pak ma. Si të hypi, more? Ja, po e tentoj edhe një herë për herë dytë. Sha? Rat fare. Jetë fshati. Në fakt, fishta po më surprizon çdo herë më shumë. Njerëz të kulturuar, mikpritës, histori të mrekullueshme. Dhe në fund nuk isha si mos të dhija në shtëpinë e Gjergj Fishtës, e cila në fakt mban shumë objekte të tija personale, dokumenta të rëndësishëm, por fatkeqësisht është e mbyllur dhe ne nuk mund të hyjmë brenda. Gjithsesi, kjo nuk e mohon faktin që ai është një nga figurat më të shquara të letërsisë shqiptare. Ne tani kemi nevojë për pak plazh. Ku do ikim vallë, thoni ju? E janë edhe më ndiqni. A ju thashë do vija në një vend me det dhe kemi ardhur në Ranën e Hedhur. Si në çdo episod, edhe sot do provoj diçka për të parë. Do provoj motorët e ujit. Ejani! Ishte super adrenalin me jet ski, ishte era parë që provoj dhe ishte super adrenalin. Thashtë do bija në ujë, por jo ja dola. Çfarë nuk kam kaluar këtë episod dhe ka ngele ende një sfidë për të ngjitur Ranën e Hedhun. E di që duket shumë lehtë kështu nga ekrani, po më besoni, këtë mendova dhe unë, po këtu është shumë lart, është një mal I tërë dhe duhet të rrokullisem pastaj. Nuk e dia doja dal dot se sa vjen e shpejtësia rritet, po hajde ta provojmë, upa. Të dje grëra. Ndihem si një lepur. Çfarë pamje. Kote qa shpreja hyp këtu shiko Stambollin. Duhet hypësh te Rana Hedhur, shiko Stambollin. Ja ku është. Belul, bitër, ju shoqë këtu. Okej, pra unë ngjita në majën time, se më në lartë se kaq s'ke ku t'vesh, do me thënë, dhe tani do rrokullisem. Ju lutem, lutuni për mua. Po marr këtë kallamin me vete që po pati në aksident, të paktën të ndaloj. Gati! Jam gjallë. Jam okej. Por jam gati ta mbyll tani këtë episod. Mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjërat vogla, si të hidhesh nga maja e Ranës së Hedhur. Shihemi në episodin e radhës. Pacim! ¡Ándale!